Konfiskim malli, heqja e tabelave reklamuese dhe lirimi i të gjithë trotuarëve në territorin e Bashkisë së Lezhës ka shoqëruar aksionin e policisë bashkiake. Trotuaret në akset kryesore dhe qendra e qytetit janë shliruar të parat nga zaptimi që kishin bërë dyqanet, lokalet dhe tregtarët ambulant. Në disa raste është hasur edhe në rezistencën e pronarëve të tyre, të cilët kanë debatuar ashpër me drejtuesit e bashkisë pas konfiskimit të mallit. Nuk kanë qenë të pak subjektet që janë prekur nga ky aksion i policisë bashkiake, që në fakt vjen pas reagimit të qytetarëve. Ndonse nuk paguanin asnjë taks shtesë për zënien e hapësirave publike, bizneset në Lezhë nuk i kishin kursyer trotuaret për të reklamuar mallin e tyre, ndërsa po kaq të shumta kanë qenë edhe tabelat reklamuese që ishin vënë pa lejen e bashkisë. Një masë e tillë vjen në një kohë kur ka filluar të frekuentohet ndjeshëm shitja e qytetarëve në orët e mbrëmjes, por që janë përballur pikërisht me këto pengesa. Burime nga Bashkia e Lezhës kanë bërë të ditur se aksioni nuk është i rëndësishëm dhe as ditor, por do të vijojë në mënyrë koherente dhe pas një tolerancë. Për shkak të hapësirave të vogla publike, çlirimi i trotuarëve shihet si një zgjedhje kur pritet që fluksi i vizitorëve të vijë gjithnjë në rritje, dhe domosdoshmërisht është e nevojshme që të krijohet atyre të gjitha lehtësitë për të kaluar sa më mirë në këtë qytet gjatë qëndrimit të tyre.